A është milli i misrit Len që duhet ta kemi shpesh në menyn tonë javore? 2 deri në 3 herë njoftë është e preferueshme, edhe për shkak të sidomos të personat që kanë probleme me konstipacion, është shumë e rëndësishme me përdor millin e misrit për shkak që i ndihmon lëvizshmërinë të thorrës. E di shumë persona Len mramje, tash po e kthej edhe kështu në ato traditat edhe rutinat tona shqiptare. Mramjeve shpesh një pjatë për shesh bukë misri me qumsht. Sa preferohet me mëngjes më shumë. Po. Kryesisht me mëngjes preferohet. Se për shkak që rrit glikemin apo ka indeks glikemik lart plus qumshti. Jo natë, jo mas orës 18 për shembull ata që kanë hipertension i qesin sasi klort kripës. Se për shembull mua pëlqen shumë përsheshi me qumsht. Bile e bëj edhe me kse i shtoj edhe mos kështu tamam mos lopës. Vetë pak me vaj tepsina, pse nuk ka mundësi mu ka për shkak që ka mjaftueshëm vaj, po për me na dole dhe ajo është rritha pusht pak më e mirë. Më thënë, kështu është konsistenca. Se ka shumë rëndësi se qysh është. Nëse bujmë atë trosh, në ashtu na troshitet pak më shumë. Nëse bujmë atë hull, ka mundësi mos me na ofri mjaftueshëm. Okej. Spja prishi dizajnit, se shumë mirë e gratë. Spontan. A ke po fura që nga. Edhe mujna mi shtu nëse duhem, susam ose qëfar do fora që na pëlqenë. Kemi fora qia? Susamin. Susamin e kom hangër. E kena shpenzu. E kemi kry, po më doket susamin. Që po më doket poshtë? Ajo. Jo. Ska susam. Ka problem, qëfar do fora që pëlqen, po dikujt si pëlqen buka. Velojnë pa fora, për shkak se nuk e di sigur kamermana ata dojnë me fora, dhe po du me po në gjyrën e bukës të manë qëshor, se fora që ja japin tani në gjyrë të zezë. Kështu që... Tasha, zbukurojnë viq pak me vaj sara, Ej, nuk po me besu sa shumë vaj e të qitë. E unë për shamull vajnë e përdori minimalisht. Jo, amo që kjo, te buka, normal që për mi marrin dyrnat e shëndetshme, Bol moj. U merë dita mu me tonë t'i bol diqka. Nuk po moj me besu. Okej. Furën në sa grade ke lëshu Len? 200, për 25-30 minuta veç buhet. E vrejmë kur buhet në gjyra ashtu si e karamelizume. Okej, në ndërkohë dhe sa të pjeket buka, kena vendos me fol për një prej pemve ma të kërkune, të bleme, të dhejt aktuale, të pak të në shtëpin time, dhe me thonë, duhet më këthuj edhe një herë prej shpis nëse harroj, që ndodh me haru, mi blej 2 kila mandarina.